Na keni akuzu edhe për lidhje me Noan. I lutem prokurorisë ta hetoj çdo pretendim të opozitës për lidhjet e kompanisë Noa me lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, kishte me qenë shumë mirë ta shikoni se kush ka nënshkru kontratë për herë të parë me kompani Noa me 9 maj 2019 në mes të Kekut dhe kompanisë Noa. I shkon mirë ju vetë deputet me u lumtu edhe me postu në ato rrjetet e juaja sociale qysh po postoni të pavërteta. Qëta është të rëgoj krejt, një ka një. Kontrata e dytë me Noan është nënshkru me 11 tetor të vitit 2021, është nënshkruar pikërisht nga një zyrtar që e ka nënshkru këtë kontrat, i cili ka shërby në ZRE, e i cili është votuar gjatë qeverisjes së LDK-s dhe është deleguar gjatë qeverisjes së LDK-s. Nga viti 2008 deri në vitin 2013, 141 milion euro kanë shku për Vuk Hamovicin, që po e përmend deputetja Ymeri, po nuk po kthehet në kronologji mrapa, sepse institucionet publike gjatë qeverisjes lëvizjes vetëvendosje nuk kanë blerë e as nuk kanë bërë as një marrëveshje me kompanitë e Vuk Hamovicit. Po është mirë të na tregoj LDK-ja se familjari i cilit koleg deputet ka lidhje familjare direkt me pronarin e TMT-s. Këto është mirë me na tregu LDK-ja sepse e kanë në grup parlamentar. Është i njoftuar që unë jam konë në prokurorisë speciale që thash edhe marët, na nuk jena me lafet koridoreve, na jena institucionalist. Edhe kjo e ka aktivizu prokurorinë speciale për me reagu. Deputeti Kërçeli që unë po të regoj të diçka tjetër, unë nuk e kam hiq bezdi me i publiku kontratat më herët se 2020, se atëherë nuk ka pas kost pavarësi energjetike. Është një mu konsultu be pak çka megavati, çka ovati, se edhe ministra nuk e keni inxhiniere. Pa një të s'ka lidhje, s'prish punë. Në fjalimin tim as nuk përmena megavat, as gigavat, as një për këtyre dyjave që ju replikuat pa basi keni mësu veç disa terme përmensh, edhe tash po mundoni ta përvetësoni këtë temë. Veç një pyetje kam për juve, nderuara deputete. Ai ke pyet kolegët e LDK-s kush e ka nënshkruar me Hamovicin kontratën gjatë shpalljes pavarësisë. A i ke pyet në herë? Pyeti tregojnë kush e ka fillu këtë bashkëpunim me Vuk Hamovicin edhe tregojnë. Edhe një pyetje, pikërisht LDK-ja. Pikërisht LDK-ja. Zonja Bajrami, besoj keni qaq memorie institucionale, se keni qenë edhe ju në qeveri. Kriza energjetike ka fillu pikërisht prej kohës kur Albin Kurti është kryeministri i Republikës të Kosovës. Shumë fatkeqësi për institucionet, për shtetin, për shoqërinë është që sfida edhe përkeqësimi i stotës në energjinë elektrike ka shku vetë pas vitit duke u vështirësu e duke u cënu shumë e ma shumë. Andaj mos qof shanlkurën e tij me e lexuar një fjalim që ja kam përgatit edhe me tentu me mbrojt një skandal abuzues e korruptiv në vazhdimsi, një prej skandaleve më të mëdha prej pas luftës që është skandalet me energjinë elektrike. Tu e di që e vështirë me kuptu këtë fjalim zotri Tahiri. Ai e ka një aftësi mi përdor një 30 fjalë pa nevojë gjatë fjalimeve të tij. Ta mërmenja i ka shkru kështu me ChatGPT, tjera herë koncentron të gjej fjalimet mirë.